Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Në dersin e kaluar, në ligjëratën e kaluar, kemi trajtuar disa prej çështjeve që kanë të bëjnë me farzet dhe sunetet e abdesit. Kemi folur për farzin e parë, që është larja e fytyrës, dhe pastaj kemi trajtuar edhe larjen e gojës, është për larjen e gojës dhe të hundës, dhe se a janë prej farzeve apo prej suneteve. Jemi nisur në trajtimin e çështjeve nga hadithi i Humranit, i cili e transmeton formën e abdesit nga Uthmani radhiyallahu anhu, e ky, domethënë Uthmani radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që konsiderohet prej haditheve bazë në çështjet e abdesit. Dhe vazhdon Uthmani radhiyallahu anhu për me duke treguar formën e abdesit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe thot thumma ghasala yadayhi ila al-mirfaqayn thalathan. Pastaj i ka lar duart e tij deri në bryla 3 herë. Mirë, pa para se me ardh edhe me e sqaru këta, do ta përmendem vetëm një detaj i cili ka lidhje me larjen e fytyrës. Kocka e cila gjendet afër veshit, e cila kocka tëmthit, ku ka pe vendit ku fillojnë zullufet, ose domethënë ana temporale që quhet, domethënë kjo është ajo që e bën dallimin mes të larjes dhe fërkimit ose meshut, mes të kokës dhe të fytyrës. Domethënë kjo pjesa prej këtina kërcit ose prej kësaj kockës e poshtë është që lahet. Prandaj do të me pas kujdes njeriu, domethënë me lakët pjesë të poshtme, ndërsa kjo pjesë një e naltme, domethënë sipërme, është e cila jepet mes asaj. Dhe kjo, domethënë është ai pra kufiri i fytyrës dhe i kokës, dhe domethënë çka lahet e çka fërkohet. Kjo vlen edhe për çështjet e haxhit, për shembull njeriu kur shkon haxh ose kur shkon në umre dhe dëshiron me i rrujt flokët, ose me i shkurtu flokët. Nga dohet me fillu, shkurtimi i flokëve, dohet me fillu për kësaj kockës, për këtij ashti, dhe për këtë arsye Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu përcjell nga ai se kur ka shkuar në umre, atina i cili e ka rrujt, atij që e ka rrujtur flokët, ka thonë rruji prej pjesës së sipërme e të lartë, dhe mos i rruj prej pjesës së poshtme, domethënë prej kësaj pjesës, prej kësaj kockës. Prandaj ai kufini, pra i cili bën ndarjen mes të larjes e që dy lloj të çimeve janë, domethënë çimet e fytyrës, çimet e mjekrës, që duhet më lanë nëse është ajo mjekër e rrallë, lahet mjekra dhe lahet ajo pjesa e brendshme ose pjesa e lëkurës, dhe ose vetëm ajo pjesa e jashtme që kemi sqaruar më herët, ndërsa kjo pjesa e sipërme është që i jepet mes asaj. Në vazhdim, pra, Uthmani radhiyallahu anhu thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lar duart deri në bryla 3 herë. Dhe kjo është farzi i dytë prej farzave të abdesit, larja e duarve deri në bryla. Dhe për këtë dëshmon edhe ajeti kuranor në surën Al-Maide, që ndryshe quhet edhe ajeti abdesit, ajeti me numër 5. Thot Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Thot Allah azza wa jalla, kur të ngriteni, o ju të cilët keni besuar, kur të ngriteni që të falni namazin, atëherë lani fytyrat e juve dhe duart deri në bryla. Pra, lani ka ardhur në formë urdhërore, dhe ajo forma urdhërore bën që ajo dispozit që përfitohet për saj të jetë vajib, të jetë farz. Po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë praktike e tij që të lanë duart deri në bryla. Po ashtu edhe ka ijma tek dietarët që larja e duarve deri në bryla është prej farzave të abdesit. Mirë, po këtu i kemi disa çështje që meritojnë më trajtu. E para, për këtyre është, këtu ka ardhur ila al-marafiq, deri në bryla. A është për qëllim deri afër brylit, apo dohet me përfshi edhe brylin? A hyn edhe bryli në larjen e duarve, dhe që është obligim,
apo jo. Shumica e dietarëve, shumica dërmuese e dietarëve, duke përfshirë këtu 4 mëdhëbet dhe dietarët e shumë të mëhershëm kanë mendimin që edhe brylat hyjnë në larje dhe gjithsesi duhet të lahen. Është obligim që edhe brylat të lahen, ndërsa disa prej dhahirive kanë thënë që mjafton deri afër për i brylave, mirë po mendimi i tyre nuk është mendimi sakt. I saktë është mendimi i shumicës dërmuese të dietarëve. Dhe edhe pse këtu në ajet kuranor ose edhe në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, disa prej haditheve ka ardhur wa ghasala yadayhi ila al-mirfaqayn, ila që mas pari para se me qartësu kësa, këto para fjalët të cilat janë ila, ala, bi, edhe do të thonë ila deri, ala bi është me, mund me përkty kështu në fillim, do të thonë fillimisht me përkty. Këtu në gjuhën arabe kanë kuptime të shumta. Nganjëherë ndodh që një para fjalë me pas më shumë se 10 kuptime. Dhe kuptimi qartësohet në bazë të kontekstit të fjalisë që është përdorur. Dhe fjala ila përdoret në kuptimin e asaj deri. Do të thonë deri në një vend. Për shembull, ka shkuar Muhamedi prej një vendi deri tek ai vendi, ka bërë deri tek ai vend. Mirë po, fjala ila ose para fjala ila përdoret edhe në kuptimin e ma'a në arabisht i thonë me, që do të thotë ka kuptimin që shkon deri tek vend, po edhe ai vendi ose ajo pjesa përfshihet aty. Në këtë rast, domethënë është për qëllim me fjalën ila al-mirfaqayn, domethënë deri te brylat me bryla, duke përfshirë brylat, sepse njëna prej kuptimeve të shprehjes ose prej të parafjalës ila është që ka kuptimin na, pra me. Po ashtu edhe për këta dëshmon edhe një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar, domethënë Abu Huraira tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tawadda fa ghasala yadayhi hatta shar'a fi al-'adud. Thot Abu Huraira radhiyallahu anhu, duke e përshkruar abdesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tregon se ka marrë abdes, pastaj ka larë duart derisa filloi të lante edhe krahun. Domethënë derisa filloi të lante edhe krahun. Ky tregon se domethënë edhe përmbi bryla ose brylat përfshihen në larje, sepse ka qenë edhe praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ky është mendimi më i saktë, domethënë që gjithsesi duhet të lanë edhe brylat. Mirë po, i kemi edhe disa çështje tjera se përket larjes së durave. Së pari, dora, këtu deri tek brylat, është për qëllim dora e cila fillon pe gishtrinjve, deri tek brylat, e jo dora e cila fillon pe kyçet të dorës e që vazhdon deri tek brylat. Për këtë arsye, një pjesë e madhe e njerëzve gabojnë kur ata fillimisht, për shembull, kur janë nisur me marr abdes, fillimisht i lajnë duart deri domethënë në kyç, i lajnë pëllënt. Pastaj shpërlajnë gojën edhe hunën, pastaj fytyrën, pastaj kur t'ja fillojnë me lë duart deri në bryla, e fillojnë pe kyçet të dorës. E nuk e fillojnë prej fillimit të gishtrimeve, e që është gabim i madh dhe që abdesi i personave të tillë nuk është i vlefshëm. Për arsye se më së pari dorë, që ka thënë Allahu Azza wa Jall, wa yadayni ila al-mirfaqayn, nuk quhet dorë përveç se kur ja fillon prej gishtrimeve deri tek bryla. Këtu ka ardhur në ajet kuranor. E nuk e fillon prej kyçet të dorës. E dyta është se larja e pëllëndve, domethënë larja e duarve deri tek kyçi i dorës, në fillim të abdesit, domethënë 3 herë që është sunet. Ka mospajtime, kemi përmendur ato mospajtime se kur njeriu kur ngrihet prej gjumit, kur i del gjumi, a është vajib apo jo. Mirë po në gjendjen e zgjuar është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa kjo pjesa, domethënë larja e duara deri në bryla është vajib. Prandaj suneti nuk është që domethënë nuk e zëvendëson vajibin. Po ashtu, këtu kemi pastaj edhe probleme me renditje. Sepse në qoftë se e marrim atë mendimin e dietarëve, për shembull, njeriu është zgjuar prej gjumit, qoftë gjumin e natës apo të ditës, dhe pastaj i ka lar duart. E ka pas obligim me i la duart deri në kyçin e dorës, sipas një mendimi të dietarëve, edhe pse e kemi përmendur më herët se shumica e dietarëve kanë mendimin që është sunet edhe kur të zgjohet njeriu prej gjumit. Edhe nëse themi se është vajib, mirë po, domethënë këtu ky i cili e ka lar duart deri në
i ka la pllëmbët e tij pe gishtrimeve deri te kyçi, pastaj ka filluar me shpëlarjen e gojës, hunës, pastaj me larjen e fytyrës, pastaj është kthyer dhe i ka la duart. Fillimisht ka filluar me fytyrë, pastaj me duar. Në qovë se themi që do të ishte vlefshme, atëherë i bjen që është prish renditja e këtina personi, se i bjen që fillimisht një la duart deri në pllamba, pastaj gjysmën me qenë kjo, pastaj gjysma tjetër me fillu për kyçet të dorës që prishet renditja. E çush do të vjen se sipas mendimit më sakt renditja është prej farzeve dhe prej vajxhibeve të abdesit. Pra për këto shkaqe dhe për këto që i përmendëm, ai i cili merr abdes duhet kujdeset që kur ta lan duart deri në bryla, t'i laj prej fillimit të gishtrimeve e jo prej kyçet të dorës dhe pastaj të vazhdoj deri tek brylat. Kjo është një çështje e rëndësishme që duhet me pas kujdes. Po ashtu, sa i përket duarve, duhet me pas mi kushtu rëndësi gishtrimeve, pjesëve të cilat janë mes gishtrimeve që t'i përshkon uji. Për arsye se Allah Azza wa Jalla ka urdhëruar që t'i lajmë duart, edhe ato që ndodhen mes gishtrimeve, ka dikush për shembull i ka afër gishtat, edhe ndoshta ka një hapësirë këto, gjithsesi duhet ta përshkoj ujin këtë hapësirë. Pra duhet njeriu me u kujdes që uji t'i përshkon pjesët e duarve, edhe aty ku janë të ngushta, pjesë të ngushta ose pjesë ku zakonisht ndoshta nuk i përshkon uji, do të me pas kujdes edhe me la. Pastaj, i kemi disa raste të veçanta, të njerëzve të veçantë. Këto raste të veçanta janë për shembull njerëz të cilët nuk e kanë krejt dorën, ose nuk e kanë krejt duart, e kanë një pjesë të dorës. Atëherë çysh do të me vepru ky njeri sa i përket abdesit, e ka të amputuar dorën komplet, ose ka të amputuar tek bryli, ose përmi bryl, ose këtu te parakrahu, ose vetëm pllëmbën. Çysh do të me vepru ky njeri? Në qovë se dora është e mangët, është e amputuar, ose është ka lind personi i tillë, atëherë themi në qovë se dora është e amputuar, ose është e kput, prej kësa pjesa, deri tek bryli, mirë po ka një pjesë të dorës, atëherë obligohet me larë pjesën e cila i ka mbet. Për shembull, në qovë se i ka mbet, për shembull, ky parakrahu, ky kyçi i dorës deri tek bryli, duhet ta laj këta. Në qovë se pak më ndal t'i ka mbet, atëherë duhet ta laj. Mirë po në qovë se nuk e posedon këtë pjesë, dora është e kput, për shembull, prej supit për mbi bryl, atëherë nuk ka për obligim me e la. Mirë pa në qovë se është e kput në bryl, atëherë duhet të la atë pjesë cilën obligohet me la, që është pjesa durët deri për mbi bryl, sepse ka një pjesë të brylit. Pra obligohet me la pjesën e mbetur, në qovë se është për aty në pjesëve të abdesit. Në qovë se nuk është për pjesët të abdesit, atëherë nuk obligohet me la. Po ashtu kemi edhe rastin e njerëzve të paralizuar, të cilët nuk mundën me ngrit durët e tyre, kanë nevojë që dikush më u ndihmu. Këta njerëz themi se në parim duhet mi la durët e tyre. Në qovë se s'ka mundësi vet, atëherë dikush ja afër se ndonjë shok ose dikush aty afër që shëllon, duhet të ndihmoj atij për mi la durët. Mirë po në qovë se nuk qëllon dikush afër, është vet qëllon nga një herë në shtëpi dhe s'ka mundësi mi la, atëherë është mirë prakisht që mi përgatit atina një kovë me ujë që ai për shembull në qovë se ndoshta nuk lëvizin durët, mirë po ka mundësi me lëviz ose dyshysh mja bo për me e fut atë pjesën e dorës në ujë dhe ajo i mjafton. Mirë po në qovë se edhe kjo është e pamundshme, s'ka mundësi dhe afrohet koha e namazit, afrohet që me i dalë, për shembull koha drekës ose koha e kindis, atëherë falet ashtu edhe pse nuk i ka larë ato pjesë të abdesit. Po ashtu kjo vlen edhe para njerëzve të cilët për shembull janë në përburgje dhe i kanë durët ose dikush i ka durët e lidhura ose në raste të jashtëzakonshme, atëherë këta nëse ka mundësi me i la, atëherë obligohen. Nëse s'ka mundësi me i la, atëherë dikush tjetër obligohet me jap aty në abdes. Nëse s'kan askën, atëherë bjen. Domethënë larja
dhe nuk obligohet me i la ato pjesë në qoftë se me kosh që domethënë të jetë afruar koha e namazit sa vlen për me fal farzin. Në qoftë se domethënë 4 minuta, atëherë fillon me u fal në çat gjendje. Mirë po jo më përpara. Pra kjo është janë disa çështje që kanë të bëjnë me larjen e durve, po ashtu edhe njerëzit të cilët për shembull kanë më shumë se sa një gisht. Këta janë dy lloje, në dy gjendje. Ka njerëz të cilët për shembull gishtat i kanë të ngjitur që domethënë prej domethënë ashtu kanë qenë të lindur, kanë lind me atë pjesën domethënë i pas dy gishtrin edhe ata dy gishtrin i pas të ngjitur, atëherë obligohet vetëm pjesën e jashtme me la. Mirë po në qoftë se i ka të ngjitur në atë mënyrë që ka ndonjë hapësirë, mes tyre atëherë obligohet edhe me përçu ujin edhe në atë vendin ku ndoshta ka aty është një farë lloj hapësire, atëherë obligohet që me e përçu ujin. Pastaj farzi i tretë i abdesit është meshu i kokës, fërkimi i kokës me dorë të lagur. Më herët kemi sqaruar se çfarë dallimi ka mes të meshut edhe ghuslit ose ghaslit në arabisht e thonë. Kemi thënë se ghasl ka ardhur, domethënë larja ka ardhur për fytyrën, për duar deri në bryll, po ashtu edhe ka ardhur për këmbët deri mbi zogun e këmbës. Mirë po meshu ka ardhur për kokën. Dallimin mes të larjes është që do të më pas aty qoftë edhe një rrjedhë të vogël. Gjithsesi do të më pas një larje, që konsideroj larje, edhe gjithsesi do të më pas një farë rrjedhë qoftë edhe vogël, jo domethënë larja pastaj me kalu në mes, siç e bojnë disa për njerëzve. Mirë po sa i përket meshut është kuptimi i meshut është në arabisht mesha bi ra'si al-yatim, i bën e ka fërkuar kokën e jetimit. Domethënë e ka kaluar kokën përmbi dorën e tij përmbi kokën e jetimit, domethënë ashtu e ka përshku atë kokën e jetimit, e ka fërku. Mirë po këtu është për qëllim domethënë me lag dorën dhe pastaj me dorë të lagur me i dhënë mes kokën, domethënë me fërku kokën me dorë të lagur. Ky është meshu sa i përket kokës, domethënë meshu i kokës. Dhe thume mesaha bi ra'sihi ka ardhur në hadithin e Uthmanit radhiyallahu anhu, ku Uthmani radhiyallahu anhu e ka përshkruar atë abdesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më thënë pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë mes kokës së tij, domethënë ka fërkuar me dorë të lagur kokën e tij. Kjo është prej farzave të abdesit dhe ka ijma tek dietarët që është prej farzave të abdesit, duke bazuar në ajetin kuranor që kemi përmendur, wamsahu bi ru'usikum, dhe jepuni mes, fërkoni kokat e juve, pra me dorë të lagur. Po ashtu ka qenë edhe traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra edhe ijma që e përmendëm edhe më herët. Mirë po sa i përket meshut të kokës, kemi nevojë me sqaruar disa çështje. Së pari, cilët janë kufit e kokës që njeriu është i obliguar me dhënë mes kokës. Kufit e kokës janë këtu ku dalin flakët, si zakonisht tek balli, domethënë këtë vendin ku dalin flakët, pe këtij vendi deri tek zvertu, domethënë deri te qafa, dhe prej veshit deri në vesh ose prej kësaj kockës, domethënë që është kocka temporale, pe kësaj deri këtu, domethënë këtë pjesën e naltme. Kjo është ajo, domethënë këto janë ato kufit e kokës, që njeriu është obliguar që të jep mes kokës së tij gjatë marrjes së abdesit. Sa është detyruar, a dohet me jep mes tër kokës apo një pjesë të saj, dhe sa është kjo pjesë, ka mos pajtime të ndërmjet dietarëve që do t'i përmendim pak më vonë. Mirë, po sipas mendimit më saktë është se obligohet njeriu që të jep kokës të tër kokës mes. Dhe kjo ka qenë praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku në hadithin Abdullah ibn Zeidit thotë, duke përshkruar abdesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë bada bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada min. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dhënë mes kokës ka bërë kështu, domethënë ka filluar me ballukën, me këtë pjesën fillimin e kokës dhe ka shkuar me të dy duart e tij deri në fund,
domethënë deri tek qafa. Pastaj ka kthyer ato mbrapsht derisa ka arrit në vendin ku ka filluar këto mese. Kjo është forma më e mirë ose forma e sunetit pejgamberit alayhis salam. Mirë po, nëse njeriu i jep mes kokës së tij çfarëdo mënyre dhe e përshkon të gjithë kokën me duke dhënë mes, atëherë mjafton. Do thonë nëse dikush për shembull vetëm me një dorë ose me të dy duart kështu mjafton vetëm me një herë, jo me ashtu, domethënë që ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ajo është forma mirë, suneti pejgamberit alayhis salam, mirë po, ajo forma e cila është që e bën me kon abdesi i vlefshëm është, domethënë me rëndësi me përshku tër kokën me dorë të lahuar. Kjo është sa i përket meshut të kokës dhe më vonë do ta qartësojmë ato mëspetimin ndërmjet dietarëve. A ju jepet mes kokës një herë apo 3 herë? Ka mëspetimin ndërmjet dietarëve, shumica dietarëve kanë mendimin që i jepet kokës vetëm një herë mes. Për dy arsye. Para se ka ardhur hadith pejgamberit alayhis salam, thumma masaha bi ra'sihi wahidatan, ka ardhur hadithin Aliut radhiyallahu anhu, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë mes kokës një herë, ka ardhur një herë. Pastaj edhe për faktin se nëse dikush i jep mes 3 herë, atëherë kalon prej meshut në larje. Domethënë 3 herë nëse i jep, atëherë do të kalonte në larje. Atëherë nuk do të kishte konsideruar që është mes, është fërkim. Mirë po është larje. Dhe kjo është një prej atyre, domethënë, urtësive të Allahut azza wa jall, pse Allahu azza wa jall e ka lënë mi jap njeriu mes kokës e jo me la kokën e tij, për arsye se prej atyre urtësive që mundem me i përmend janë se sidomos kur është ftohtë, njeriu mundet që duke i jap mes kokës edhe nëse kalon në larje, atëherë do të kalonte në smundje të ndryshme. Domethënë do të ishte smur për smundjeve të ndryshme për shkak të lagështisë e cila qëndron kokë dhe pastaj ajo lagështi mundet të shkaktojë ndonjë ftohje ose të ngjashme. Për këtë arsye Allahu azza wa jall ka bërë që njeriu të mjaftohet, domethënë vetëm me dorën e lagurt ta fërkoj kokën e tij. A dohet me i dhënë mes kokës dikush që është qel, tullac, apo bjen nga ai dhënia mes, edhe ai duhet me i dhënë mes, edhe pse nuk ka flak. Për arsye se është urdhër e Allahut azza wa jall me i dhënë mes kokës. E koka mund të kon, domethënë quhet kokë edhe kur njeriu nuk ka çime, nuk ka flak. Prandaj obligohet edhe ai tullaci i cili nuk ka flak, ai qeli që thonë tani, domethënë me i dhënë mes kokës së tij. Dhe pastaj është farzi i 4, prej farzet e abdesit, që është larja e këmbëve deri mbi zog të këmbës. Domethënë mbi zog të këmbës. Uthmani radhiyallahu anhu e ka përshkru abdesin e pejgamberit alayhis salam me fjalët e tij, thumma ghasala rijlaihi ila al-ka'bayn thalathan. Pastaj i lau pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këmbët e tij deri në zog 3 herë. 3 herë. Edhe larja e këmbëve deri mbi zog të këmbës është prej farzave të abdesit, duke u bazuar në këtë hadith, por edhe në ajetin kuranor që kemi përmend më herët që është ajeti i abdesit, po ashtu edhe ka ijma tek dietarët. Ka konsensus të dietarët se larja e këmbëve deri në zog të këmbës është prej farzave të abdesit. Dhe këtu kemi atë mospajtimin ndërmjet dietarëve, a hyn zogu i këmbës në larje, a do të përfshi në larje apo jo? Shumica dietare obligojnë, edhe pse është ilal ka'bayn me ila që është deri, mirë pa është kuptimi i kësaj që domethënë është ma'a, që është duke përfshirë ose domethënë me bashkë me zogun e këmbës, që do të thotë se obligohet njeriu që ta lajë edhe zogun e këmbës. Duhet kushtohet kujdes i veçantë femrave, sepse ka ardhur hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se një pjesë e sahabëve nuk e kishin lënë një pjesë të femrave dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith i cili është transmetuar me rrugë të ndryshme të transmetimit, wailu lil aqabi minan nar. Mirë për femrat, cilat nuk kanë larë, që do t'i përshkojë ato zjarri i xhenemit. Kjo transmeton Buhariu dhe Muslimi dhe domethënë dietarët e tjerë në koleksionet e tyre. Edhe këtu të këmbët, sigurisht se që kemi përmendur këtë duart,
vlen të njëjtat gati. Nëse dikush për shembull ka këmbën e amputuar ose këmbë aty, domethënë është lindur ashtu që nuk e ka një pjesë të këmbës, atë shikohet. Nëse nuk e ka një pjesë të këmbës mirë, po një pjesë tjetër ekziston, e që bën pjesë në abdes për shembull, është poshtë asaj aty në zogut të këmbës, atëherë do të lahet pjesa në vetër. Nëse e ka të kput këmbën tek zogu i këmbës, atëherë lahet vetëm zogu i këmbës. Nëse nuk e posedon këmbën, për shembull vetëm atë farllërin ose domethënë përmbi ose e ka të kput për shembull prej ose të amputuar prej gjurit e përpjet, atëherë nuk obligohet me e la. Po ashtu edhe ai i cili është i paralizuar, siç kemi përmend tek larja e durve, ai i cili është i paralizuar duhet që obligohet në parim me i la edhe këmbët e tij. Nëse s'ka mundësi vet, atëherë duhet që dikush tjetër me ia la. Nëse nuk ekziston aty, atëherë do t'ja përgatisin aty në ndonjë kovë, sepse ka mundësi që njeriu mi pas vetëm këmbët e tij që ka të paralizuar, mirë po durt i funksionojnë. Atëherë duhet t'i laj ai vet duke munduar që t'i fos ato në kovë. Po ashtu edhe nëse njeriu ka më shumë se sa një gisht, për shembull, edhe ato dy gishtat e këmbëve për shembull janë të ngjit njëri me tjetrin, atëherë obligohet me la vetëm pjesën e jashtme. Nëse kanë një hapësirë që mundet aty me përshku ujë, atëherë obligohet që me la edhe atë hapësirën. Edhe duhet të kujdeset që t'i fërkoj gishtat edhe domethënë të ketë kujdes që uji të përshkon atë hapësirën, domethënë mes gishtave. Këto janë farzet e abdesit që janë përmendur në ajet kuranor. Pra, larja e fytyrës, pastaj larja e durve deri mbi bryla, pastaj mes hoj kokës dhe pastaj është larja e këmbëve deri mbi zogun e këmbës, Qëllimisht e lash deri për fund për arsye se këtu do të përmendi disa çështje që kanë të bënë me disa prej mospajtimeve të dietarëve, sa i përket asaj se sa obligohet njeriu me i dhënë mes kokës së tij. Sepse ka mospajtime. Qëllimi është për me kallëzu arsyet e mospajtimit ndërmjet dietarëve, që shumë njerëz pyesin a kanë për shembull Hanefit ose të tjerë Shafit që thonë për shembull te Shafit është vetëm 3 qime obligohet njeriu me i dhënë mes kokës së tij. Ose të Hanefit për shembull vetëm 4 gishta. A kanë argument apo nuk kanë argument, apo vetëm e kanë thonë këto në bazë të mendjes së tyre, siç pretendon dikush. Themi se fillimisht, po ai i cili dëshiron me u fut thellë dhe me i kuptu ato mospajtimet e dietare mundet me ndëgju këtë pjesë ose domethënë me arrit me kuptu këtë pjesë, ndoshta për shumicën e njerëzve nuk është që ndoshta i hyn në punë. Mirë, po një pjesë i hyn në punë për arsye se shpeshherë pyesin thamë që pse dietarët kanë mospajtime, e këtu kjo është një prej atyre meseleve që praktikisht mund me tregu pse kanë mospajtime. Këtu kur vim tek mes hoj kokës, themi kështu, ekzistojnë 4 mendime të dietarëve se sa është obligative, sa është detyrueshme që njeriu ta përshkon kokën e tij, a është tër koka apo është vetëm një pjesë e kokës. Në fillimisht i tregoj të gjitha mendimet, kështu si mendime, pastaj edhe disa prej argumenteve të tyre. Mendimi i parë është mendimi i Malikive, shumicës së Malikive dhe një rivajet Imam Ahmedit, që është në dhejbi i Imam Ahmedit, dhe me thënë që njeriu obligohet që me i dhënë mes kokës, tër kokës. Nuk përjashtohet asgjë. Dhe me thënë tër kokën e ka për obligim me i dhënë mes. Mendimi i dytë është mendimi i Hanefive që thotë njeriu e ka për obligim me i dhënë mes 1/4 të kokës. Pastaj disa kanë edhe një mendim tjetër, mirë po, dhe me thënë me 4 gishta. 1/4 nëse me 4 gishta, disa thonë me 3 gishta, kështu me radhë. Dhe me thënë, me rëndësi është që ata ka mendimin që nuk obligohet njeriu me dhënë mes tër kokës, mirë po një pjesë të kokës edhe që është 4 gishta. Ndërsa tek Shafit është 3 qime, mas paku, dhe tek një mendim në mëdhëbin Maliki është 1/3 e kokës. 1/3 e kokës. Secili ka argumentet e tyre. Dhe duke sqaruar këtë çështje, domethënë detaje, thash kjo nuk vlen
nuk është nuk vlen për gjithë njerëzit, por për disa prej njerëzve të cilët dëshirojnë me thellu edhe me kuptu realitetin e mos pajtimit të ndërmjet dietarëve, ata të cilët kanë thënë se obligohet njeriu me i dhënë mes tër kokës, sikurse që janë Malikit dhe Hanbelit. Këta kanë argumentuar edhe me ajetin kuranor edhe me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Arsyet e mospajtimit tek dietarët janë në kuptimin e ajetit kuranor edhe në kuptimin e hadithit që do të vjen, hadithit e Mughira ibn Shu'bah. Ajeti kuranor wamsahu bi ru'usikum. Dhe jepni u mes kokave tuaj. Mirë që kjo ba, është para fjalë. Në arabisht kjo para fjala ba, i ka më shumë se 10 kuptime. Ta'dil usuqan wasta'in bistasab, ka herë vjen në kuptimin e isti'ane, do të thonë vjen në kuptimin e ndihmesës, bismillahirrahmanirrahim, me ndihmën e Allahut azza wa jall, me ndihmën e emrit të Allahut azza wa jall. Nganjëherë ka kuptimin që ajo folja ka lënë, do të thonë në kalimtare. E ju kalimtarës ka lënë në kalimtare. Asa që quhet ndryshe kundrinori ish drejt dhe kundrinori drejt, këto është për qëllim kundrinori ish drejt edhe tek ne përdoret. Ka i herë ka kuptimin, dhe me thonë, baja, dhe me thonë, bisebeb, shkakore është, nga një herë lil sak. Dhe me thonë, ka kuptimin të ndryshme, në varësisht për kontekstit. Dhe ai i cili, për shembull, nuk e ka studiuar gjuhën arabe, ose nuk e din kuptimet e parafjalëve, këtu mundet shumë ja huq, edhe ndoshta edhe me akuzu dietar, për shembull, se nuk e kanë kuptuar mirë, për shembull, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta dietarët të cilët kanë thënë obligohet larë ose mes tër kokës, kanë thënë se kuptimi i bazë i ba, që kjo ba me, është lil ilsak. Ilsak e ka kuptimin që, të më thonë, me ngjitur, diçka me ngjit. Për ma një shembull, për me ilustru pak ma mirë. Emsektu bi Zejdin. Emsektu bi Zejdin arabisht e kam kap Zejdin. Tash kjo e kam kap Zejdin mundet më kuptu në dy mënyra. Mënyrën figurative, mënyrën edhe cila nuk është figurative. Kur thua kom kapur Zejdin, e ki për qëllim, dikush e ka për qëllim se kom kapur për dorë ose për diçka, kom kap. Domethënë e kam gjit dorën time për dorën e tij. Për këtë arsye çto e kam kapur Zejdin, emsektu bi Zejdin, çto është përdor fjalë ba. Çka ka kuptimin, domethënë më të kallëzuesi se nuk është në formën figurative, po e ki kap për një me. E ki kap Zejdin me duart e tua. E ki ngjitur dorën tënde për dorën e tij. Ndërsa mundet me pasë një kuptim figurativ tjetër. E kam kapur Zejdin, domethënë e kam pengu nga ndonjë veprim. E kam përmbajt Zejdin nga diçka, e kam kap Zejdin, që nuk e ki për qëllim që e ki kap ti mirë, po e ki kap, domethënë e nuk e ke lënë me bën ndonjë punë. E kjo ba që vjen lilisak për me ngjit, e ka për qëllim që, domethënë, ajo është e ngjitur për diçka. Edhe këtu kanë thonë këta për dietarëve, kur ka thonë Allahu azza wa jall, wamsahu bi ru'usikum, edhe japini mes kokave të juve, baja është për qëllim, domethënë ngjitjes, për arsye se mas pari është kuptim themelor i bazë. Ndërsa disa prej kuptimeve tjera janë kuptime figurative ose kuptime dytësore. E dyta, domethënë kjo është më përshtatshme për meson e kokës, se zakonisht dora, kur të përshkon njeriu me dorën e lagurt e tij kokën, i ngjitet dora e tij për kokën, s'mundet pa konë ngjitur. Për këtë arsye ka kuptimin e ilsak që është e ngjitur. Pra, këtë është kuptimi që sana bas. Këta dietar kanë thënë kuptimi është wamsahu ru'usakum, lani kokët e juve, e nuk është për qëllim wamsahu bi ba'd ru'usikum, që është lani ose domethënë jepni mes një pjesë të kokës suaj. Pra, kuptimi i këtij ajeti kuranor është ky dhe në bazë të kësaj kanë fuqizuar këta edhe me hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke thënë se të gjitha hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilat është përshkruar adresi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në to nuk ka asnjë vend, nuk ka në asnjë vend që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mjaftuar me një pjesë të kokës. Mirë po, të gjithat kanë treguar se i ka dhënë mes tër kokës. E sidomos hadithi Abdullah ibn Zejdin që e sharu më herët, që ka filluar prej fillimit këtu prej ballukës, prej vendi ku dalin flok deri në fund, pastaj është kthyer kështu, domethënë është
Kjo hadith i qartë edhe hadithet e tjera që tregojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të gjitha gjendjet i ka dhënë mes tër kokës. Këto janë domethënë argumentet. Ndërsa ata dietarë të cilët kanë thënë se mjafton një pjesë e kokës me dhënë mes, kanë thënë se kuptimi i bazë është tjetër. Nuk është kuptimi lili sak për me ngjit diçka që ka ardhur aty, mirë po është lit të bajid. Domethënë për e pjesëzume ose pjesërishtme, diçka që për e cila tregon se për një pjesë caktuar të një gjës. Për këtë arsye kanë përdorur edhe ajetin kuranor. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayh. Musa alayhis salam e ka kap Harunin, që përshkruan në Kur'an, për kokës. A është për qëllim tër kokën e ka kap apo një pjesë të kokës? Jo, është për qëllim një pjesë të kokës. Mirë po këto është përdor fjala ba. Kanë thonë pe kuptimeve të bazë është, domethënë me kanë pjesërisht, diçka lit të bajit që thonë në arabisht, që është kuptimin se domethënë Musa alayhis salam e ka kap një pjesë të kokës edhe pse është përdorur në ajet kuranor që është tër koka. Edhe po ashtu kanë thonë se është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithi i Mughira ibn Shu'ba, hadithi në Sahih Muslim. Kanë thonë en nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ala nasiyatihi wa ala al-ayman. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë mes nasija, ballukës, kësaj pjesës, do të thonë ku dalin flakët, dhe pastaj ka vazhduar edhe ka dhënë mes imamës. Kanë thonë imame mes ndaj imamës është diçka dytësore, nuk është parësore. Prandaj është mjaftuar me dhënë mes kujna ballukës. Do të thonë ajo që është obligative, kanë thonë, sa hadithi sahih, atëherë obligohet njeriu me dhënë mes vetëm kësaj pjese. Atëherë sa duhet me kon, ata kanë përcaktuar për afërsisht 3 gishta, 4 gishta sa njeriu mundet me dhënë mes. Kanë thonë edhe për këtë arsye, njeriu obligohet, domethënë, një ose një të katër kokës ose sa i ka 4 gishta të tij. Duke argumentuar me këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa te Shafiit është 3. Edhe këta kanë thonë baja, që ajo baja është që ka kuptimin e një pjese. Nuk është e tërësishme, mirë po është një pjesë. Mirë po kanë thonë sa është kjo një pjesë. Tek na kanë thonë të një pjesë është, do të thonë shumësi. Do të thonë shumësi, mund me thonë kuptimi i një pjese. Shumësi më i pakët, kanë thonë është 3. Në arabisht shumësi nuk fillon me 2, mirë po me 3 e përpjet, sepse ka dysi edhe ka domethënë shumës. 3, e kanë thonë 3 qime. Domethënë këto janë arsyet e mospajtimit të dietarëve. Këta nuk kanë folur prej mendjes së tyre, por kanë folur me argumente dhe pra qëllimi është, domethënë një prej atyre mospajtimeve në këtë meselë është mospajtimi i tyre rreth kuptimit të parafjalës ba dhe po ashtu edhe mospajtimi në kuptimin për shembull e hadithit pejgamberit alayhis salam që i ka dhënë mes kësaj ballukës dhe imamës. Për këtë arsye tek mëdhëbin e Hanefi nuk bën njeriu që me i dhon mes imamës, për arsye se thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë mes fillimisht flakëve të tij dhe përcaktojnë me një të katërtën ose me 4 gishta dhe thonë ajo pjesa është që domethënë nuk është farz ose domethënë nuk i japet mes. Përderisa ata të cilët e obligojnë për shembull që me dhon mes tër kokës, thonë esenca ka qenë mes në imame. Kjo pjesa e kësaj pjesës, domethënë ballukës ose pjesës së përparme, është që zakonisht njerëzit, domethënë e shfaqin para të tjerëve. Edhe tek njeriu i cili për shembull e ka flakët e tij. Zakonisht kur të përshkruan këto, ka mundësi me lënë disa prej flakëve të tij mos me dhon mes. Edhe kjo sheriati ka fal, domethënë feja ka fal se s'mundet krejt 100% me dhon mes, por shumicës së kokës ose gati krejt. E zakonisht njerëzit njerëzit e vërtetshëm, njerëzit e mirë, domethënë kanë pas zakon me lënë këtë pjesë të ballit, domethënë ju duk një pjesë e flakëve të tyre dhe pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë është mjaftuar me meson ndër mbi imame mbi çallën. Imame ka kuptimin e çallës dhe çallja në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kohën në asaj forme që domethënë ka qenë lidhme, e shtrënguar dhe ka pasur 2 pe bystek, nëse mund të them atë bystek. Domethënë kjo ka qenë çallma e muslimanëve në kohët e mëhershme. Kjo domethënë qëllimi është me tregu shkaqet e mospajtimeve
dhe me tregu se dietarët nuk kanë folur pe hamendjes së tyre pa argumente, mirë po kanë folur me argumente nga Kurani, nga Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.